Seanca e 15 e Këshillit të Komunës Tetovës nisi me tensione, pa u votuar ende pikat e rendit të ditës, këshilltarët u përfshin në përplasje verbale. Megjithatë, me 22 vota pro, pika për emërtimin e rrugëve e propozuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim arriti të futet në rendite, por kjo nuk mjaftoi për qetësuar gjakrat. Këshilltarët e BDI-s bllokuan foltorën e Kuvendit Komunal, duke kërkuar me ngulm që kjo çështje të shqyrtohej si pika e parë e rendit të ditës. Edhe pse seanca u ndërprej për më shumë se një orë, koordinatorët e grupeve parlamentare nuk arritën një marrëveshje. Kjo situatë detyroi këshilltarët e BDI-s ta lëshojnë sallën me akuzën se Komuna e Tetovës nuk ka vullnet politik për të zgjidhur emërtimin e rrugëve. Se prej në mëngjes, prej ora 10 kemi kërkuar që pika e parë e rendit të ditës të jetë pika jonë që kemi propozuar për emërimin dhe riemërimin e rrugëve. Kemi pasur një debat të ashpër, këta të vleni nuk pranohen që pika jonë të jetë e para e rendit ditës. Tentuam pa disa pauza, tentuam disa herë që të futet si pikë e parë e rendit ditës, mirë po ata nuk pranohen. Dhe në koordinimin e fundit, prap ata nuk lëshuan pe që të futet dhe ne si këshilltar vendosëm që të largohemi për arsye se derisa ata nuk e kanë të rëndësishme emërtimin e rrugëve në Tetovë, që është një çështje më e rëndësishme për ne, për shqiptarët, ata vendosin prap të shiten, ta shesën parkingun, të shesën vende tjera, interesin e kanë lekun, nuk e kanë çështjen kombëtare. Nga ana tjetër, Albi Qamili nga Vleni hodhi poshtë këto akuza. Sipas tij, ky propozim i opozitës dëshmon se ata nuk duan zgjidhje të problemit, por thjesht po bëjnë teatër për mediat. Ai shtoi se shumica është plotësisht e gatshme për debatë dhe për të votuar vendimin. Gjitha përpjekjet e BDI-s janë për një teatër mediatik, për show, për propagandë false. Kërkesa e tyre e parë ishte që ne të futim në rend dite vendimin për ndryshimin e emrave të rrugëve në Tetovë. Ne pranuam atë iniciativë dhe në bazë të procedurës rregulloreve për punën e Këshillit Komunal, zakonisht pikat shtesë që propozohen në rendin e ditës të seancës Këshillit Komunal shtohen në fund, dhe kur e pa se ne pranuam këtë kërkesë dhe jemi të gatshëm për debat, ata nxorën një kërkesë tjetër që me do e mos pikat të jetë e para në rendite, një kërkesë shumë absurde. Sipas rregullorës ne shtuam atë pikë dhe vazhdon ajo pikë tjetër në rendin ditës. Pika është në fund, ata lëshon sallën, ne presim dhe bëjmë thirrje këshilltarëve të BDI-s që të vinë tek pika ku do të diskutohet për atë vendim. Ne jemi të gatshëm të bëjmë debat, jemi të gatshëm edhe ta votojmë. Për këtë çështje, BDI ka organizuar tashmë 2 protesta deri më tani, ndërkohë gjatë ditës së nesërme, Komisioni për emërimin e rrugëve në Tetovë pritet të mbajë mbledhje ku do të duhet të paraqiten propozime konkrete për një pjesë të akseve rrugore të qytetit.